Ju përshëndes, mirëmëngjes të gjithëve. Fundjavë të bukur, është e premte sot, jemi në prag të 7 marsit, ndaj dhe historitë që vinë në studio. Vim prej atyre brezave të mësuesve që festojnë 7 marsin jo thjesht si një datë kalendorik, por si një profesion që edukon dhe sjell breza të tërë. Por diferenca me brezat e dikushëm të nxënësve dhe të mësuesve sigurisht që kanë ndryshuar, ndaj edhe mësueset që do të vinë në studio, njëra në pension, tjetra aktive në punë, do të tregojë se çfarë dallimesh, diferencash, shendekësh të mëdhenj ekzistojnë midis kohës kur ato kanë dhënë mësim dhe në ditët e sotme për sfidat, sakrificat, se sa e vështirë është të edukosh këtë brezin e sotëm. Gjithashtu eksperienca sfidat e tyre do të rrëfehen në vetë parë se si ato e kanë përjetuar karrierën e tyre të gjatë në mësimdhënie. Ndërsa në pjesën tjetër kemi një grup nxënësish të cilët vinë me mësuesin e tyre, pasi kanë menduar një surprizë të bukur, menduar që të urojnë me muzikë mësuesit e tyre. Përmes një koncerti i cili do të jetë jo në skena të vogla, por në një skenë dinjitoze siç është Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit. Bashkë me interpretimet e tyre, do të na të çojnë në studion ton talentin përmes instrumentave që studiojnë në shkollë. Ndërsa në kuzhinë patjetër që kemi receta të reja edhe për ditën e sotme, shkojmë të gatuajmë. Erdhëm në kuzhinë, ju përshëndesim. Mirëmëngjesi, është e premte sot, si fundjavë, do t'i përshtatim pak recetat edhe me fundjavën. Kam isha ti pas kemi veshur një sojneve për Ti që më ke bërë si një kësulkuqe e vërtet sot. Me kisha lënë vetë për ditën e shtunë. Do them drejtën, ishte fustani që kisha lënë për ditën e shtunë. Ashtu, do festosh 7 dhe 8. Të hënën baja mund për shumë që ishin ngjyra e bardhë dhe boqelli për ne. Ndjek të ngjyrat sipas... Po, indjek, po. Universit. Të kam thënë që indjekon këtë. Unë çfarë manifestoj, të paktën mundohem të manifestoj dhe të më vinë gjërat e duhura dhe të mira. Është e rëndësishme të manifestosh, të vinë në universit të sjellë. Shikon fillova duke... Mua mos më thuaj ushqim se me ca petulla sot. Ca petulla, po të dua mi bëj me vrim, po të dua mi bëj me pa vrim. Po mi më? Tani do thoni ju, rëndësika shija. Bravo. Ato me vrim janë donat, që po të duam ne mund t'i dhom ato çokoladë, kështu ato çokoladën e shkrirë të bardhën me fistik, për shembull. Jo, nuk e them pa qëllim, se kam njërin këtu që u shkri komplet fare vetëm duke thënë. Por, po të duam ne mund t'i bëjmë edhe me krip, edhe mund t'i vendosim mjalt për sipër. Ja, këto dua të bëjun sot. Këto. Atëherë, kam hirën. Me hir pa hir, me pa hir, opa e vendos. Shumë që hira është aq e duhur kur na dhe mëlçia, po do pa na dhe mëlçia ne duhet hira sepse jo, po na dhëmbi ka marrë fund mëlçia. Dëgjoj, por çfarë lexova, problemet që janë për shembull mëlçia nuk të dhëmbin, nuk kanë dhimbje. Pra, është i vetmi organ që edhe rigjenerohet dhe mbani këto produkte. Kam raki. Për besimtarët musliman normalisht nuk duhet raki. Por, rakia dhe avullon në gatim. Mua, më pëlqen që ta sqaroj. Uji është i vakët, ku është sheqeri, është kripa. Janë dy komponentë që shkojnë shumë mirë dhe bashkëpunëtar shumë të mirë të brumit. Po të dua unë, për shembull, dhe pse mos të dua, mund të shtej pak ose fare vaj. Kaq. Asgjë tjetër. Mielin, s'ka nevojë ta sit fare, sepse e di që shumicën e sitin për krunde, se mund të ketë krunde. Po, për vetë di jam shumë mirë. Me mielin ola, ndashme për picë, ndashme për të gjitha gatimet, si të dëshironi ju. Vetëm një kusht, mielin nuk duhet të jetë i zi. Nuk duhet të jetë thekër, sepse tjetërsohen, edhe buka tjetërsohet, e dim shumë që është me mira, por unë do të shtoj mielin për të gjitha gatimet. Jam rahat. Jap një përzierje shumë të mirë, dhe mbas përzierjes së mirë, normalisht që do ta lë në qetësinë e saj. Të pushoj pak. E punoj pak sa, normalisht. Largoj telin e kuzhinës dhe e punoj me lugë. Pjesën tjetër nëse mua do më duhet miell, dhe prandaj dhe po e sqaroj, unë mund ta shtoj
pakës më vonë, Pasi të pushoj. kur brumi në thojza ka ardhur ose është qetësuar. Pse them në thojza ka ardhur? Sepse unë nuk kam as sot dhe as maja. Do ta lë të tillë, pa e punuar si brum, duke i lënë të pushtoj kështu. Të pushtoj thashun, të pushtoj të enën. Pushtoj enën dhe të pushtoj pastaj sobën tonë kur të skuqim. Të gjitha këto dhe hidhem në gatimin. Se ishte e Ky është gatimi i domosdoshme. parë, faktikisht. Që ti lexoj pak përbërësit, produktet që përdoren për petullat me raki dhe hir. Ju duhet sigurisht një miell i mirë, posaçëm për çdo përdorim apo super nga Ola, 2 filxhan me këto mielli që po thash, 2 lugë gjelle raki, hir, sa të na duhet për përgatitjen e brumit, pak krip, pak sheqer dhe vaj për skuqje. Do t'i shoqërojmë, siç tham, me mjalt. Deri në fund do ta tregojmë produktin, por më parë do ta lëmë që të pushojë ai. Tani do të shkojmë tek receta tjetër e patlıxhanëve. I kemi vendosur në ujë Bashkë me pranë verën. Shikoni bimët aromatike edhe si janë? bimë aromatike që Shisa të freskëta ngelim, ja. vinë rishtazin në pranverë. Thjesht, ujë i duhur dhe qesja me vrima që të marri ajër. Tani janë më të freskëta se Kaq më kur duhet. të bimët. Këtu kam patlıxhanët që i kam vendosur në ujë e krip. I lë që të kem mundësinë pa të shtrydhjes së patlıxhanëve, pra i shtrydh, shiko çfarë. Në një ujë kaf. Në reset për shembull na bimëve. themi, merr një letër, merr një pecet edhe thajni. Për t'i tharë. Unë nuk dua t'i thaj, sepse ti ishte pura për të tharë, siç i kisha kështu i vendosja në një tavë. Edhe bëja më të kollajt gjendjen. Por, unë dua që të ketë edhe patlıxhani, të ketë pak edhe ato lëngjet e veta, do thoni juve do thithë ju vaj. Aq vaj sa dua unë i vendos patlıxhanëve. Ja pra gjithë ky lëng që është këtu, ky ujë ngjyrë kaf, normalisht vendoseni tek lulet. Lulet po, të bimët aromatike. Patjetër. Çfarë ngjyre kanë lëshuar? Po. Bashkë me to edhe ato shijen e tyre të hidhët. Ja, vendosë këtu. Kam vaj bimor. Do të shtoj qepët që i kam prerë në gjysmë hënë, sikurse nuk lë që të nxehet vaj mirë, direkt patlıxhanët, që të kem atë rezultatin e duhur që mua më duhet. Do thoni ju përse Albana nuk vendos karotat, Me qënë se duan më shumë kohë. Që duan më shumë kohë. tolla. por janë prer holl, dhe sa më holl të prije. Prandaj dhe ju kur shikoni për shembull që kalojnë në rende ose në blender, është që të kenë mundësinë e zbutjes së perimeve. Kam qep patlıxhan, normalisht edhe vaj. Opsionale është kungull, sepse unë kisha një kungull gjë që në rondele i preva dhe i lash këtu. Speci kuq, jeshil. Po. Të dy kanë veçantinë e tyre, të dy kanë shije të ndryshme, dhe normalisht ne themi speci na duket se ka një shije, ndryshon pak. Speci kuq është pak fare më i ëmbël, prandaj tek speci kuq i ëmbël ne themi është speci i kuq i ëmbël. E dallojmë, bëjmë dallimin. Domaten, kam domaten Pomodoro ose pelte, pra domaten këtu që unë e kam ngrirë, i kam vendosur pak ose fare salcë speci, që të ketë këtë ngjyrën e duhur. Kam 2 thelpit e hudhrës, rigon, krip, piper, dhe me shumë dashuri pak domatini ose pomodor, domate qershi, domate për kolor. po. I lëm të zbuten pak. Tani bëjmë Edhe unë i bëj një një përzierje tani. Një pauzë të shkurtër dhe vazhdojmë punën me recetën tonë që e cila me sa duke do të përfundoj në tigan, është një gjellë tigani. Shkëputemi për pak, rikthehemi shpejt. Vazhdojmë me recetën tonë, e përsëritim të shkruar se çfarë produktesh na duhen për përgatitjen e një gjelle me patlıxhan në tigan. Na duhen patlıxhanët për t'i shfrytëzuar, janë shumë miqëtor. Fillimisht do t'i lini pak në ujë, siç veprojmë edhe kur i mbushim. 2 patlıxhan mesatar, të cilët i presim në kubik. Një qep e madhe, një speci kuq, një speci jeshil, 2 domate të pjekura, 2 thelpinj hudhër, 1 karot, 4 lugë vaj ulliri,
një lugë çaj rigon ose trumzë, krip, piper i zi dhe në fund pak majdanoz i freskët për ta freskuar, ndryshuar pak shijen edhe për t'i dhënë edhe ngjyra të bukura në harmoni me ngjyrat e tjera. Shtoj karotat. Tani diskutohet që të gjitha duhet të zbuten me pak. Patjetër që po. Aty marrin shijen, ashtu lëshojnë edhe aromat shijet e tyre. Që unë të kem mundësin e zbutjes së perimeve. Të të hudrës. I vendos, i shtoj në tigan. Sërish një përzierje simpatike. Gjithmonë kemi kujdes anët e tiganit ose aty ku gatuajmë ne. Do të marr sa pres që të bëhet normalisht. Merremi edhe me majdanozin. Marr dhe majdanozin. Sezoni tani që duhet të shfrytëzojmë mirë perimet, ngjyrat, tani me ardhjen e pranverës dhe bimët aromatike janë pak ndryshojnë tani në pranverë, se vinë çelin sipas gjetheve të tjera jeshile, edhe kjo vjen gjithmonë në të mirën e shëndetit tonë, edhe po afrohet edhe dita kur mund të sjellim edhe atë byrekun me lakrishte. Shiko më piksja. Aq pure dhe aq kremoze është bërë. Sepse si kam shtuar fare, ujë, fare. Dhe unë mundohem gjithmonë të punoj me lëng që lëshon domatja. Aty ka vetëm, po, edhe salcë domate edhe specë, bashkë të dyja për t'i dhënë ngjyrë. Pra është ajo salca që quhet ajvar që bëhet vetëm me specë. A, vetëm me specë. Prandaj dhe ka këtë ngjyrën e bukur. Nëse ne duam këtë ngjyrë, patjetër që ngjyrat janë tregojnë vitaminat. Po. Është shumë mirë që mund të vendosim domaten, specin e kuq, hudrën dhe lëngun e zier të dafinës. Për t'i dhënë atë aromën tipike karakteristike bashkë me perimet bashkë. Tek ena që kam salcën, normalisht shtoj pak ujë nga bimët aromatike, që të kemë mundësinë shplarje. Edhe perimet lëshojnë. Por edhe, ja. Ne sigurisht që do ta përfundojmë recetën dhe më pas kur të kthehemi nga pushimi i radhës, do të merremi pak edhe me petullat që i gatuam në pjesën e parë. Shtoj bim aromatike. Erzat. Opa. Pra trumza së rigoni. Një përzierje shumë të mirë. Dhe gjysmën e bimëve aromatike, sikur se më ka shpëtuar dhe 2 thelpi hudhër. Pa shtuar akoma specat. Dhe e lë që të zihet. Çfarë është perimi e stinës? Normalisht zirë më kollaj, sepse është e stinës. I lëmë që të zjejnë dhe pak, në fund do t'i shtojmë pomodorët, po ashtu pak më përpara dhe specat, bashkë me kungullin që dihet sa pak duam për t'u zbutur, gatuar. Pomodori është në fund fare me bimët aromatike. Sepse duam që të mos rrudhoset shumë. Mund të shtoni koriandër. Koriandra, për shumë nuk e kam vendosur, në koriandrën bim ne kemi të vështirë ta gjejmë. Normalisht ekziston koriandra që është në formën e piperit, pak me vogël në ngjyrën kafe të hapët. Ajo është koriandër. Mua si albana nuk më pëlqen që unë të shtoj në gatimet e mia, unë të shtoj erza të thata. Çfarë ka mundësinë mund të shtoj të, sepse aty e ka dhe lezetin tjetër freskët. Megjithatë ka erza si koriandra hyn vetëm në 2, por nuk më plotëson në koriandrën. Pra këtu është shkon koriandra dhe vetëm
në puren e qiqrave që hyn koriandra. Pra janë dy gatime që duhet koriandër dhe nuk e zëvendësojmë dot me majdanoz. Dhe pse duket sikur është e zëvendësueshme kollaj me majdanozin, por no. Janë disa gatime ose disa truke që i din shefat ose eksperiencat e anvisave kur kanë provuar pasere gatime të tilla, po dihet që erëzat, bimët aromatike nuk janë thjesht për t'i dhënë aroma, për t'i dhënë shije, që është primare sigurisht, por kemi thënë pasere që sa vlera marrin prej tyre kur i konsumojmë në mënyrë të vazhdueshme. Freskëta sidomos. Unë për shembull kam finok tashti. Kam një finok në frigorifer, por nuk mund ta shtoj sepse nuk do të shkoj. Kam një finok dhe thash gjatë gjithë javës, pse nuk bëra finokun? Doja ta vendosja sot, po kur thash pa shperimet, finoku nuk më shkon. Pra, të hënën. Një mëngjes i shpejt me finok edhe vezë. Do kthehemi pastaj për kur të duash ti kthehemi. Çka gatuajmë tjetër kur kthehemi nga publiciteti? Po ja le të bëjmë edhe një çorbë ose një supë, çorba me trash, supa me holl, me miell, misri, kos, mëlçi, një mëlçi e freskët, se tani baktit që theren tani janë edhe mëlçit janë shumë të freskëta. Se fillojnë që konsumojnë barin e pranverës. Do të rikthehemi shumë shpejt pas publicitetit. Skuqim petullat, mbarojmë gjellën në tigan me patlıcan dhe çorbën me mëlçi. Mirë se erdhët, është momenti tani që të tregojmë një përmbledhje shkurtimisht për recetat që kemi përgatitur deri në këtë moment, për anvisa që sapo kanë hapur ekranin e Report Televizion, ne kemi nisur me petullat, me brumin e petullave, me raki dhe me hir, pak ndryshe nga shumë 10 llojesh petullash që kemi sjell vazhdimisht përgjatë sezonit. Dihet që afër fundjavës ka lezet pak një gatim i tillë për mëngjes, shoqëruar me mjalt, reçel, me djath. Ju i keni në ekran të shkruara për masat. 2 filxhan miell, 2 lug gjelle raki dhe hir, sa të zihet brumi që të punohet lirshëm, pak krip, pak sheqer dhe vaj për skuqje. Ne e lam pak të pushoj, sigurisht që pasere i kemi dhënë nga një dorë punimi brumit, sepse e do atë ngrohtësinë, po ashtu edhe punohet më mirë, lidhet më mirë, ka një teksturë më të këndshme. Kemi ndosur dhe tigani për t'i skuqur, ndërkohë kemi vazhduar me recetën e patlıxhanëve, për i të vërtetës, duke qenë se do të skuqim petullat, e vendosëm në furrë që të piqet me perime, ngjyra të ndryshme. Dhe nëse do kemi kohë, po shpresoj se do t'ja arrim, do të bëjmë edhe çorbën. Shënojnë edhe përbërësit e patlıxhanëve me perime, 2 patlıxhan, 1 qep, 1 spec i kuq, 1 spec jeshil, 2 domate të pjekura, 2 thelpin hudhër, 1 karot, 4 lug gjelle vaj ulliri, 1 lug çaj rigon ose trums, krip, piper rizi dhe pak majdanoz i freskët. Kjo është receta e shkruar, për cilën do kërkoni pas pak edhe në kanalin tonë në YouTube, në Reze Dielli, për t'ju referuar nëse doni ta gatuani një ditë tjetër. Si duket brumi këtu? Brumi është pak i butë, normalisht. Mund t'japim tani forma për t'i skuqur. E rëndësishme është që petullat të jenë të buta në fund, të mos na fithin vaj dhe t'i ham me masë. Ja, që të kemë unë një shife. E filloj këtu te gjysma, sepse normalisht që do punë. Edhe kërkoj pa ku i kam, pa tjetër. Tash format janë individuale sipas shijes preferencave, mundësi një gotë mjafton për t'i dhënë një formë. E po ashtu, siç e tham, rëndësi ka brumi që është zënë. Duhet jenë të bollshëm në vaj për të skuqur siç duhet. Dhe përsëri e punojmë edhe brumin që mbetet nga marrja e formave. Dhe pres që të bëhen. Po, bëjmë tiganin e parë, mbasi do kalojmë dhe te i dytë, do tregonim, po, do të marrë një enë tjetër. Dhe do kalojmë tek çorba, ose tek gatimi tjetër i radhës. Te kjo. Apo do vendosim të skuqurat. Ti vendose, unë marr një tenxhere. Edhe dhe kalojmë tek receta e tretë. Shojmë pak të cilët përbërës na
ndihmojnë për ta përgatitur atë. Kemi pak mëlçi, do të përgatisim një gatim çorbe me miell misri, kos dhe mëlçi. Ju duhen për një gatim të plot, ne kemi marrë pak më pak për t'ja treguar si recet. Ju duhet 300 gram mëlçi, 3 lugë gjelle miell misri, 2 lugë gjelle gjalp, 3-4 thelpinj hudhër, 4 lugë gjelle kos, krip, piper i zi dhe piper i kuq. Pra, një formë tjetër, një mënyrë tjetër e përgatitjes së mëlçive. Direkt marr gjalp. Ambalazhim i mirë, i duhur, shiko. Ne zakonisht i ruajmë her pas here në frigorifer, në ngrirje. Opa. Ndërkohë mëlçin e ke vënë në qumësht apo në ujë? Gjalpin. Direkt, është Gjalp dhe mëlçi vaj, shumë e freskët. kombinimi shumë i mirë. Dhe prandaj Duket po. nga ngjyra, është ndezur dhe ka shkëlqim. Si dhe ngjyra e gjakut që është shumë. Do të shtoj mëlçit e prerë në kubik. I kam lënë pak sa edhe pjesën e bardhë, normalisht që është këmisha cipa që e mbron. Nëse unë do ta kaloj në pjekje, e heq cipën. Dhe cipën për ta hequr, normalisht, e kap që në fillim të kur fillon prerja e mëlçisë direkt. Derisa t'i gan i nxehtë, derisa të fillojnë mëlçit që të kenë mundësinë e zbardhjes. E heq sepse nuk më duhet Sa të zbardhen, dhe marr një talier tjetër. nuk në duhet i lëmë edhe shumë të skuqen, se kemi thënë që ato forcohen sa më shumë të qëndrojnë në skuqje në vaj, kështu që t'i lëmë vetëm shumë pak. Dihet që kanë përmbajtje hekuri, kështu që Atëherë, është një sot ka një problem, rekomandimet. jo nuk ka problem. Në momentin që ka punuar, aktivizohet vetë fikja, gjë që unë tani sërish i jap një ndezje. Po. Për anvisat që janë mbi 50 që harrojnë kur bëjnë një punë, e kthehen në shtëpi 100 herë nëse fikëm hekurin, nëse hoqëm nga priza hekurin, nëse fikëm sobën, nëse hoqëm kondicionerin, ja, kjo është bërë ma për mosha Po sa herë tona. harrojmë ato sobën desë? Po sa herë derdhet ai qumshti? Ja. Njërë për shembull kisha harruar kumbullat, kisha vënë për t'u zier, le që ishte avulluar komplet lëngu uji, po ishte bërë një pelte moj Albana. Pretendova për lëng, por doli një marmaladë. Pra, mëlçit të ka urdhisuar në gjalp dhe në E vaj, hudrës. shtojmë tani dhe hudrat. Prap të tilla, Ka një lloj kombinimi shumë të shijshëm mes hudrave dhe mëlçive. speci djegës. E ngacmojmë pak shijen me spec djegës. Kemi një sy edhe Pakës. tavës. Ujë. Opa. I largojmë. Do të shtoj. Kemi mielin, kosin. Mielin. Dhe normalisht, një përzierje të mirë të kosit, duke shtuar tek mielli i misrit. Pra, sa më të thjeshta gjërat. Sa më të thjeshta gjërat. Do t'i shtoj erëzat me radhë, kripën, piperin, një përzierje të mirë, Erzat, kosin dhe mielin aty. Jo te po e shoh se unë i gatuaj shpesh. Ne dua alternativa të reja të përgatitjes me së hidh pak mëlçive. ujë nga bimët aromatike. Po. Shumë mirë. Lëm të skuqen avash avash petullat. Do të jenë të Bëhen në formën e bukës. pastaj një kavanoz ose një pjatë vogël me mjalt, në një reçel, pak djathë si të doni ju.
i shoqëroni mëngjeset tuaja. Dhe çorba, sigurisht do të lidhet mirë tani nga mielli, do t'i shtojmë edhe pak ujë tjetër, sepse dihet që do të trashet, edhe çorba këtë veti ka, që nuk është si supa, që është e hollë, po është më e plot, më e trash. Mielli misri imët, i bardh i verë si të dëshironi ju, për ballokume, dhe për ballokume nuk më prishpun fare. Madje, ajo ballokume që është akoma edhe më fine, është edhe më mirë. E bërë më të pra nuk më lëmuar, duhet miell misri i trash. E shtoj. Ne do të përshëndetemi tani me anvisat. Për më tepër, në kanalin tonë në YouTube, sigurisht që do të vazhdoj procesit që të trashet të zjej, tava është gati, petullat po ashtu, ne përfundojmë këtu gatimin për sot, të lumë shinduart, fundjavë të bukur, gëzuar 7 marsin. Amin. Gëzuar. Edhe mami Tatjanës, 7 marsin, që dhe unë ja uroj nga ekrani dhe përshëndes shumë, si kundër gjithë mësueset dhe nënat shqiptare. Do të takojmë pas pak me Reze Dielli. Rikthehemi. Në prag të 7 marsit, me vlerë është japim disa mesazhe për gratë të cilat e kanë ndërtuar këtë profesion, kanë ndërtuar breza të tërë, sepse për zonjat të cilat kanë kontribuar në arsim, sigurisht 7 marsi është festa e shpirtit, po 8 marsi është padyshim reflektimi i një gruaje për karrierën e saj, për atë kontribut të vyer në shoqëri dhe në familje. Në studio jam me zysh Marieta Proko, nëndrejtoresh e shkollës 1 qershori. Mirë se erdhët. Faleminderit. Sa vite tu bën në arsim? Në arsim 20 vite. 20 vite, ndërkohë në këtë shkollë ke? Në këtë shkollë kam 13 vite. 13 vite. E lodhshme? Patjetër, po emocion në çdo moment, çdo ditë. Jam gjithashtu me zonjën Lefteri Gjosha, është pensioniste, po një karrierë të tërë në arsim. Aktive gjithashtu me librat për fëmijë, nuk e ka haruar kur profesionin e saj, po ashtu edhe një shefe për kryer recetave tradicionale. Edhe bashkë me librat që i vjen rishtazi. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Më lejoni të komplimentoj të dyjave se jeni bërë shumë të bukura. Faleminderit. Rezultoni, tregoni një lloj mirësie. Ju ka bërë eksperienca, vitet, kënaqësia që keni marrë në profesionin tuaj? Sigurisht. Ta ruani këtë shkëlqim? Sigurisht, të qenurit mësuese është gjithmonë obligimi që duhet të dalësh para nxënësve e rregullt, me ftylluar të themi, dhe mbas asaj njeriu e ruan një farë tradite që krijon në mënyrën e jetesës, në mënyrën e veshjes, në mënyrën e vlerësimit vetes vet. Sa më duket sikur ajo dita e 7 marsit është për mua e pafund. Fillon me urime të shumta nga më të shumëllojshmet, nga më të dashurat, nga më të ëmblat, do ta quaj unë, edhe vazhdojnë deri në darkë vonë. Sa vite ke që dalë në pension? Unë kam dalë që në 2010. 2010. Dhe tani po kisha dalë edhe më përpara në pension, por punova disa vite. Dhe tani që jam shkëputur fare nga arsimi, në kuptimin e nxënësve, kam 15 vjetë. Dhe tani për para klasave, dhe tani për para nxënësve jam kur vete prezentoj librat. Kështu që të them të drejtën, më duket sikur po plakem bukur. Sa e bukur kjo. Ndërkohë, zysh Marieta, ju vitin tjetër dilni apo jo në pension? Po, patjetër vitin tjetër, po. E i trëmbesh daljes në pension? Jo, absolutisht. Çfarë ke ndërmend ta kompensosh, siç tha zonja Lefterie, që nuk e di, ndoshta dhe unë do filloj të shkruaj libra. Është një emocion i veçantë për çdo ditë, sidomos kur shkon në mëngjes. Gjithmonë shkoj shumë shpejt në shkollë, në ora 7. Më pëlqejnë kur fëmijët vinë dhe në obor, sidomos arsimi fillor, ledhatoj me ata, janë gjërat veçanta që ne nuk i harrojmë dot. Po duhet ta pranojmë që brezat, fëmijët kanë ndryshuar. Po patjetër që kanë ndryshuar. Respekti për mësuesin ka ndryshuar, autoriteti gjithashtu, por kanë ndryshuar dhe prindrit, apo jo? Patjetër. Zonja Lefterie, ju keni provuar të dyja brezat, disa breza keni kaluar, padyshim. Më thuaj, sa shpesh shkon në shtëpi bosh emocionalisht? Gati për të qarë nga tensionet, nga... Jo, unë e them me sinqeritetin më të madh. Më vjen për të qarë në çdo moment në shkollë. Edhe kur nuk lexojnë nxënësit, edhe kur kanë probleme familjare, se shkolla ime është me prindër jo
si mund ta them. Që çdo gjë shkon Të mirë. ngritur, jo të ngritur. Që kanë probleme familjare, një nxënës vjen nga një familje e divorcuar, një familje me probleme ekonomike, të gjitha bashkë në një klasë. Dhe ne gjithmonë jemi pranë tyre. Nëse do të krahasonim atë që thatë të shkuarën me sot, gjërat kanë ndryshuar shumë, sepse gjithë shoqëria ka ndryshuar. Por edhe sot, fëmijët, nxënësit janë nxënës. Ata, misioni i tyre është të marrin dije, dhe dijet i marrin nëpërmjet mësuesit. Mësuesi është filtri që kalon nga libri, nga shkencëtarët, nga të mençurit, nga shkrimtarët, nga të themi kokat më të mençura të kësaj bote, tek transmetimi tek fëmijët. Unë do ndërhyja pak Kështu që do thosha që mësuesët i gjejnë format po. për të menaxhuar nxënësit në klasë. Mësuesi është e gjejnë mënyrat kryesori. nga më të ndryshme që ata të ndihen mirë në klasë. Për shkuar për te lëndës, për ta kuptuar personalitetin e fëmijës, ndjeshmërinë, për të qenë më empatik. I gjejnë format në mënyra të ndryshme që ata ndihen mirë në klasë. Unë doja të thoja edhe këtë. Sot vërtet gjërat kanë ndryshuar edhe si pasojë anës ekonomike dhe zhvillimit të shoqërisë. Por mësuesi asgjë nuk mund të bëj vetëm nëse nuk ka mbështetjen e prindit. Prindi duhet të jetë kryesori dhe më i interesuari që të koordinoj mirë marrëdhënien e mësuesit me fëmijën. Sepse ky fëmijë vërtet është në mes, por ai nga një anë merr edukatën e prindit dhe nga një anë merr mësimin e mësuesit, sepse thasha edukata merret në ADN-n e familjes. Edhe në shkollë përforcohet, ujitet, vaditet, rritet ajo lule, prandaj duhet patjetër të koordinojmë. Në këtë, me që jam në këtë pikë, dua t'u them prindërve, mos u prekni dhe mos u mposhtni nga dashuria prindërore, sepse sa më shumë korrekt të jeni, aq më të mirë i bëni fëmijët tuaj, sa më të përkëdhelur të jenë ata, aq më dëm i bëjmë edukatës fëmijëve. Prandaj them që kohët vërtet kanë ndryshuar, por nxënësit janë nxënës, mësuesi është mësues, kështu që gjithmonë mësuesi shikohet si një figurë e çmuar. Dhe dashurisë. Unë me që më the tani a ke ndonjë moment të veçantë. Unë do të sjell vetëm një moment të një hartimi të një nxënësi që më ka bërë shumë përshtypje dhe nuk e harroj asnjëherë. Ishte fjala për festat e 7-8 marsit. Dhe midis të tjerësh, tashi ai kishte shkruar që për 7-8 mars i dhurojmë mësuesve dhe prindërve lule mimoza. Por më bën çudi thotë që lule mimoza është me atë ngjyrën e verdhë. Si duket vet lulja bëhet xheloze, kë duhet të doj fëmia më shumë, nënën apo mësuesit. Do me thënë, nëna dhe mësuesi viren në një kategori nga ky fëmijë dhe unë nuk e harroj, do me thënë, vërtet një fjali shumë e bukur. Vetë lulja bëhet xheloze. Kështu që është vërtet një fest që ne e shijojmë, ne mësuesit, edhe ish mësuesit edhe tani. Edhe shumë sakrifica. Është shumë emocion, çdo 7 mars nga gjithë nxënësit. Është një moment i veçantë, kur ata të vinë të dhurojnë atë lulen. Lule jo, se të sot me Zysh Marieta nuk është të dhurojnë vetëm lule mimoza, si që ta zonja Lefterie, se sot zarfa, dhurata, unë flas se nuk ngelemi vetëm të një lule, si çdo festë është komercializuar edhe 7 marsi. Patjetër, po, në shkollën tonë shumica sjellin tufa lule. Edhe kjo është gjë shumë e mirë, se e meriton mësuesi, po, sipas ekonomisë. Po flasë sidomos në datën 7 mars, që ata gjithë e mbushin ato bori me atë kënaqësi dhe ne kemi shumë emocion. Edhe 7 dhe 8 vjen në fundjavë, kështu që përveç se 7 marsit si profesioni që ju keni ndërtuar ndër vite, jo vetëm profesioni, por edhe brezat, vjen dhe 8 marsi, si një reflektim. Është vështirë ta ndash rolin e mësueses, të gruas, të nënës, të bashkëshortes? Unë do të thosha që jo, është një lloj. Unë. Se ndoshta nuk kam dalë akoma të bëja të ndarjen nën dhe mësues. Dhe Lefterie, ju çfarë mesazhi keni për 8 marsin, për gratë që në ndjekin? Janë kaq pranë
njëra tjetërës, këto dy festa, sa ne mësuesit ndodhemi në një gëzim të brëndshëm, në një eufori, kënaqësie të brëndshme, që e jetojmë jetën kaq bukur duke pasur pikërisht këtë profesion. Shumë i vështirë, shumë i lodhshëm, po dhe shumë i bukur. Që të dalësh në rrugë, edhe të thërresin fëmijët që unë i kam pasur nxënës para 20 vjetësh, para 30 vjetësh e me radhë. Edhe të thërresin, po, edhe të dalin për para, mësuese leftëritë, të vinë, të përqafoj, shpesher, pusnin duart. Është me të vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe prandaj them, është një profesion i bekuar, por i vështirë. Prandaj, kolegë të dashur, mësuese të dashura, dashurojeni profesionin tuaj, sepse keni për të parë që me çfarë sy e shikoni profesionin, edhe atë kënaqësi ndjeni. Jo më kod, domethënë, është vërtet një nga momentet, një nga profesionet më kyç në jetën e njeriut. A duket sikur zonja Lefterie në karrierën e saj, kur nxënësit ishin më të disiplinuar dhe autoriteti i mësuesit ishte më i vlerësuar, më i fortë, duket sikur ka një lloj hendeku, një lloj disbalance mes kënaqësisë që merr në një brez që e ka dëgjuar fjalën e mësuesit dhe një brez që nuk e respekton autoritetin e mësuesit. Ne mundohemi që ata të na respektojnë, t'i respektojmë dhe të gjithë së bashku të bëjmë gjën më të bukur për mësuesin. Doja të shtoja dhe këtë, jo se ditën e 7 marsit nuk e din njerëzit se pse është festa e mësuesit. Është një fest që i ka fillesat e veta nga historia, të gjithë e din, por unë nuk bëj keq në këtë ditë përkujtimore, të themi, ta kujtojmë këtë, që më 7 mars të vitin 1887 është hapur shkolla e parë Shqipe, mësojnëtoria e parë Shqipe në Korçë, ku drejtori i parë i kësaj shkolle ka qenë Pandeli Sotiri dhe pastaj rilindas të tjerë si Petronilo Arasi i Madh, Nuçi Naçi e të tjerë, që ishin ata që vënë themelet e shkollës Shqipe. Mes shumë vështirësish, të mos harrojmë që ishte pushtimi otoman, që nuk lejonte. Më vonë, në përkujdesjen e veçantë të familjes Qiriazi, vëllezërit Qiriazi, kryesisht Gjerasim Qiriazi, Gjergj Qiriazi, Stevastia dhe Parashqevia, hapën shkollën e parë Shqipe të Vashave në Korçë, në vitin 91, kuptohet. Kështu që me 23 tetor është hapur, që kujdeseshin që ne i kemi kaq të qarta të gjitha ato momentet e filmave. Edhe me gjithë presionin, ata triumfuan. Prandaj është vërtet një datë shumë. Është mision. Uroj që ta ndjejë çdo mësues. Duhet ta vlerësojmë dhe ta nderojmë. Sepse është një mision shumë i rëndësishëm për të edukuar dhe për të ndërtuar themelet e arsimit. Mbas asaj, pastaj u hapën shkolla të tjera edhe në vende të tjera. Unë dua të uroj të gjithë mësuesit, ish mësuesit dhe mësuesit për festën e 7 marsit dhe të gjitha gratë për festën e tyre të nënave. T'jesh nën, t'jesh grua, është vërtet një lumtur. Je krijues i botës. Bukur fort. Edhe unë njëkohësisht do i uroja gjithë kolegët e mi, sidomos të shkollës në Qershori, gëzuar 7 marsin dhe 8 marsin. Gëzuar gjithashtu. Faleminderit shumë. Edhe juve gëzuar. Faleminderit, shumë faleminderit. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi përsëri në Reze. Mirë se erdhët në Reze Dielli, si që shihni, jam me instrumentistë, me nxënës të talentuar, cilët kanë instrumentin e tyre, sepse kanë menduar që festën e mësuesve ta urojnë me muzikë, jo me fjalë. Jam me shkollën, nxënës të shkollës 9 vjeçare dëshmorët e lirisë, të cilët në kujdesin e mësuesit të tyre, drejtorit artistike Neasa Dushi, kanë menduar që të organizojnë për festën e mësuesit në datën 10 mars, së bashku gjithë shkolla, 10% e kësaj shkolle i përket një orkestre dhe punohet shumë për të arritur një rezultat të tillë dhe një bashkëpunim për herë të parë me Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Aty do të jemi të gjithë bashkë për të ndjekur këta nxënës të talentuar, të cilët prej kohësh po punojnë fort për të na dhënë një koncert të jashtëzakonshëm. Do ju prezantoj fillimisht me profesore Neasa Dushi, që është drejtor artistik dhe mësues i solfezhit. Kënaqësi që jeni në Reze Dielli.
Jemi me Kroni Pula, që është në klasën e 4, është këngëtare, po e mbani mend, kush nuk të njeh, ti ke përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision Junior, apo jo? Ku je klasifikuar në 600 më të mirë. Po. Mirë se erdhe, Kroni. Faleminderit. Gjithashtu, Noel Ali, klasa e 8 nga shkolla dëshmorët e lirisë, me instrumentin e ti për të na performuar dhe për të treguar gjithë këtë eksperiencë dhe punë të lodhshme që tashmë është finalizuar bukur, apo jo? Rea Belo, klasa e 7. Mirë se erdhe. Kënaqësi që jeni këtu të gjithë bashkë. Ta nisim me profesorin një bashkëpunim i bukur me Teatrin e Operës dhe Baletit. Një ëndër për gjithë fëmijët që të shkojnë në atë skenë edhe të bashkëpunojnë të performojnë. Prej sa kohësh po përgatiteni dhe pse zgjodhët pikërisht të bënit një koncert në bashkëpunim me Teatrin e Operës dhe Baletit për ditën e mësuesit? Në rreth parë ju falenderoj për ftesën, që në jap një zë që ne të promovojmë koncertin ton. Siç e thatë ju, bashkëpunimi me Teatrin e Operës dhe Baletit është një kënaqësi dhe nder për ne që fëmijët të performojnë nga atë skenë aq të madhe. Kemi filluar provat që nga janari me përgatitjen e programit fillimisht, duke përshtatur edhe festave që po na vinë, festave të mësuesit dhe festave të nënës. Kemi filluar muajin shkurt prova intensive me korin, me orkestrën, me gjithçka që t'ja dalim, të paraqitim sa më denjësisht në atë skenë. Orkestra është pjesë e kurrikulës, domethënë nxënësit zhvillojnë orë mësimore orkestrën, por duke pasur këto koncerte në këto lloj nivele, normalisht që puna do të jetë pak më e madhe. Domethënë, fëmijët që janë pjesë e orkestrës, janë të gjithë fëmijët e muzikës, do fusim tu edhe korin, sepse edhe kori është një pjesë e rëndësishme e orkestrës. Jemi gati, po thuhet edhe 100 veta, orkestrë dhe kor, domethënë një gjë gjigande për një shkollë 9-vjeçare, që po punohet fort për t'ja arritur, për t'ja dalë. Bukur fort. Do më tregoni pak për ndjesit, për eksperiencat, emocionet, përgatitjet. Fillojmë me Noelin që jemi aty, pse ke zgjedhur pikërisht violinën të jesh pjesë e këtij koncerti gjithashtu, e ke zgjedhur që i vogël, kush të ka frymëzuar, kush e zbuloi talentin tënd, sa punon ti për të arritur atë që do? Atëherë unë violinën e kam zgjedhur si instrument që kur kam qenë i vogël, kam shkuar me babin për të parë një koncert të Orlen Cezarit dhe aty jam frymëzuar me pjesët që luante ai, me çfarë bënte ai. Shohun që bënte. Edhe vendosa që edhe unë të bëhesha si ai. Është e vështirë? Është e vështirë, do punë, shumë punë. Sa orë në ditë ushtrohesh? Po, minimumi 2 orë i bëj çdo ditë. Ka ditë që edhe po, ka ditë që bëj më shumë. Në fund javë mund të shkoj edhe 3-4 orë. Cilët pjesë të pëlqejnë më shumë të luash? Shqiptare, të huaja? Ka kompozitor të huaj që pjesë të tyre janë maj gjepse për mua. Mendelssohn është një prej tyre. Ka një koncert shumë të bukur që e ka luajtur çdo violinist në botë. Po, profesor, a është e mundur për shembull që dikush për shembull, Noeli ka zbuluar vetë talentin, dëshirën, pasionin, rrugën për t'u marrë me violin. Nëse nuk do ishte ky koncert, për shembull, do arritesh të zbulohesh si e mendon? Se më duket shumë e bukur frymëzimi nga koncerti Orlen Cezarit për ta orientuar tashmë veten në këtë instrument. Në fëmijët lindin me një talent. Domethënë ka shumë fëmijë që lindin me talentin për artin, por është ajo dëshira, siç e tha Noeli, frymëzimi nga dikush që të kthehen në këtë rrugën e artit. Pastaj talenti përkthehet edhe në punë, sepse patjetër duhet të punosh fort, jashtëzakonisht shumë, për të arritur atje ku duhet në rrugën e artit. Nuk mjafton vetëm talenti. Talenti është shtysa që të shtyn për t'ju afruar, për t'ju qasur artit, por duhet dhe jashtëzakonisht puna, siç e tha dhe Noeli, punë minimalisht 2 orë dhe 3 orë në ditë. Punë, përsëri talent. Rea, për ty, si ka qenë? Në faktin që e vogël e kam patur shumë qef pikturën, artin, po ashtu dhe muzikën, dhe kur u futa në këtë shkollë, kuptova se edhe këtu kishte muzikë, pra gjeja njerëz që kishin të njëjtin talent si unë, dhe aty më pas fillova të bëja konkursin e shkollës, ku zgjidheshin instrumentet, dhe aty u takova me violincelin, me atë që vazhdoj edhe sot,
Si të pëlqen të violoncelli? Çfarë ndjesie, çfarë emocioni të jep kur ti luan me të? Më pëlqen të them të drejtën sepse ka një tingull që nuk e kam dëgjuar te asnjë instrument tjetër. Qoftë në violin, qoftë në piano, qoftë në veglat frymore, nuk e kam shumë qef. Të gjitha instrumentet i mësojnë fëmijët në shkollë? Jo, kur përzidhe në klasën e parë, ata përzidhe, ne marrim parasysh dëshiren që ata kanë për një instrument. Për shembull, vinë fëmijë që kanë dëshirë piano, kanë dëshirë violinën, kanë dëshirë violoncelin. Pra, këto janë instrumentet me tela, ato instrumentet frymore nuk i aplikojnë në shkollën tonë? Jo, momentalisht shkolla jonë është drejtuar në instrumentet e arqeve, violin, violoncel, në instrumentet si piano, së fundi edhe kitara. Akoma nuk i kemi në futur instrumentet e frymës, që dhe ato janë pjesë e një formimi artistik dhe do ishte shumë dëshirë madhe që të kishme në shkollën tonë që dhe orkestra që kemi momentalisht të shtohet akoma më shumë dhe me instrumentat e frymës. Pse jo? Kroni, po ti këndon, ti je pjesë e korit, ti je zëri i bukur i gjithë grupit. Po, edhe këndoj edhe jam në piano kjo shkollë, edhe në piano. Edhe për kitar, ama se bëj në shkollë. Pra ti mëson dhe kitarën dhe piano dhe këndon? Po. Super. Si po ndjesh me këto provat e koncertit? Shumë mirë, është shumë e bukur si për shembull neve të korit, si experience, kjo është një nga experiencat shumë të bukura, edhe gjithmonë sa që jemi në kor, këtu ke shkollat dëshmorët e lirisë, neve gjithmonë kështu, si për shembull, unë bashkë me një shoqen time pëlqejmë shumë të vim ke kori, se ne këndojmë, nxjerrim zemrën tonë, kupton? Duke kënduar, se muzika është pasion. Nuk duhet të lindësh me atë pasion. Nuk duhet të mësosh kështu, edhe kurse ke. Duhet ta kesh prej Zotit. Po, ti këndon në shtëpi? Po, shumë. Më pëlqen shumë këndime. Kur të këndon më shumë? Kur mbaron detyrat, kur je gëzuar, kur bën dush, të tëra, i para pasqyrës. Të tëra. Çfarë të pëlqen më shumë? Në çdo vend të shtëpisë. Vetëm këndoj. Çfarë këndon për shembull? Sot në mëngjes çfarë ke kënduar? Kur je bërë gati për të ardhur këtu? Sot në mëngjes normalisht ndonjëherë këndoj këngën time, ndonjëherë këngën që më kanë dhënë kore. Që e praktikon pak aty. Profesore Nea. Dhe janë ndonjëherë amanet. Amanet? Po këngën tënde e këndojnë nxënësit e tjerë të klasës? Po, fruta perime? Gjithmonë sa herë që ikim në klasë, fruta perime. Të trasin, a? Ua, unë i kam thënë njerë, tani, nga që vetëm thoni fruta perime mua, unë se kam më emrin Kroni, e kam fruta perime. Po më mirë, shumë bukur, fruta dhe perime, ka gjë më të shëndetshme? Pa. Bukur. Po ti më ke thënë, më the pak më parë që babi ishte pak skeptik kur ti more pjesë tek. Po, si për shembull, ai se pëlqente shumë këtë këngën fruta perime, se donte si një këngë më të madhe. Më të madhe, po shumë më të madhe, në një kështu. Domethënë një këngë shumë të madhe që përfaqësoja mirë Eurovizionin. Sepse kishte besim te zëri jot. Po, donte këngën të ishte më përfaqësuese për ty të rinte më mirë. Por mami dhe unë e kishim ndarë mendjen që fruta perime dhe fruta perime do ishte. Kjo është, po. Dhe pastaj ika unë në festivalin e Shkodrës. Fitove vendin e parë. Fitova vendin e parë. Mbas asaj ikim në Eurovision neve. Ishte një rrugë shumë e bukur, shumë e gjatë, shumë muaj. Çfarë tha babi pastaj kur fitove? Çfarë i the ti babit pastaj? E shikon ti? E shikon. Kush jam unë? Edhe kush do jem unë në të ardhmen? Vaj më besonte bashkë me mamin, edhe me babin më besonin shumë që unë mundet të fitoj, apo unë kisha kështu. Unë sikur kisha ikur vetëm për lojë. Vajte për qef, për festuar që ti e ke qef. Po, e kam shumë qef. Ata kanë besim të ty, ti ke besim të vetja, ne të gjithë kemi besim të ty, se ti një ditë do jesh një yll i madh. Ti e duke përgatitur, ose ka dalë dhe një këngë me vllajën dhe me Irma Libovën, që del të ditë. Do na tregosh pak refrenin? Pak fare. Ndoshta del të ditë, se se di përfundimisht. Të sentim, ne do të me popresim në YouTube, ta ndjekim, ta këndojmë, të shikojmë sa bukur. Bashkë me vllajën, si quhet kënga? Se di, akoma se kemi vënë, akoma se kemi vënë, as titullin do e mendojmë këto ditë,
por kënga është bërë, regjistrimet janë bërra, videoklipi është i bërë. Ja, thjesht duhet dzevim qik. S'ka problem, ne qik refrenin duam. Oke, do më thënë, unë do këndoj aty që do këndoj me vlajn. Po. Do më thënë... Ja, të vi pak në gjëndje. Oke. Oke. Zemrët bashkërin, bështetur mbi ma, busqesh universi si një përa, edhe koha ndalet dhe kundron pa fjal, këtë dashuri që di veç të fal. Kjo është bashkë me vajnë. Je super, je mrekullueshme. Tani ti kthemi pak provave, sepse ju bëni prova me orë të gjatura, derisa se sigurisht do performoni në një skenë dinjitoze si Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit. Çfarë ndodh? Çfarë mendoni ju, të tre dhe shumë nxënës të tjerë besoj, kur pasi keni bërë shumë prova, profesora Enea ju thot edhe një nga fillimi? Ka ndodhur? Po. Shpesh. Në shumë dje, jo shumë shpesh, po dje sidomos, se dje ishëm qikë si të lodhër të tërë. Ne ndonësit e klasës 4B, ne sa po kështim baruar testin e gjuhës. Se jeni edhe në provim në testet tani të sezonit. Po, tani testet e sezonit. Sot se për shumë kemi test matematikë. Po, po çfarë më the ti kur tha profesori edhe një nga fillimi pas disa provave të një pasnjëshme? Do më thënë, neve, do më thënë, edhe orkestra edhe neve bënim, se ishëm qikë si të lodhër, ama akoma e bënim edhe në këshu, edhe vetëm në një disa këngë do njërë shumë mirë, se në disa këngë të tjera, si për shumë në një frëngjishtë, se duat t'ja them emrat, ta kemi surprizë. Po surprizë, nuk e tregojmë repertorin. Ishëm qikë këshu, në, pas ta ishëm... E njëjtë edhe për ju, apo ju e dëshironi këtë? Përsërit jeni në mësuar me... Po e kuptoj që e ka për të mirën tonë që të dalim sa më mirë në koncert. Si është profesor Enea, është i rep, tolerant, kërkues? Shumë tolerant. Shumë tolerant. Shumë. Si ndjeni juve kur performoni dhe kur komunikoni me profesorin, kur ai kërkon më të mirën për jush? Mirë, përpishemi të punojmë sa më shumë që t'ja arrim. Ndërkohë, për profesor Enea, sepse sigurisht dhe emocionet bëjnë të vetëm, klasa e solfezhit ka një urim, se kemi menduar, jo vetëm me këngë t'i bëjmë urimet për 7 marsin, por për punën e jashtëzakonshme, për përkushtimin, për dashurin që ju i ofroni nxënësve tuaj, dhe ata kanë zgjedhur që t'ju bëjnë një mesazh të dedikuar për profesorin. E ndjekim. Nëse këtë që ma ka zemra ma tratë më nëzori kënga pse, ka shporto të mëngjes po troket. Më nga s'moj qindra mendime sot për fes më suese si me qfar, dhurat e ti duroj. Gëzuar 7 marsin profesor Enea. Një zëri për profesor Enea. E meriton. Është kënaqësi kur shoh këta nxënës që në radhë të parë e duan atë që bëjnë. Kjo mua si profesor më intereson dhe ky është qëllimi e gjithë mësuesve, jo vetëm imi, që ta duan atë që bëjnë. Normalisht do marrin dije, do marrin atë informacionin që është parashikuar që ta marrin, por kjo gjë duhet bërë me kënaqësi. Ta duash atë që ti bën, nuk bëhet gjëja sidomos arti, nuk bëhet asnjëherë me detyrim. Kështu që ne mësuesit mundohemi sa më shumë t'i japim kënaqësi nxënësve që ata ta duan këtë, mos ta bëjnë me imponim. Arti, për mendimin tim, nuk bëhet me imponim, por bëhet me dashuri. Me dashuri, me zemër. Dhe një thirrje për prindrit, përse duhet të zgjedhin artin, pse duhet t'i angazhojnë fëmijët në instrument, në art, çfarë si ndikon ai në karakterin e fëmijëve? Këtë nuk e them unë, por e thonë gjithë studimet botërore që arti ndikon pozitivisht te fëmijët. Kudo psikologët në mbar botën
rekomandojmë prindërit që t'i angazhojnë fëmijët në artë, në një instrument, në një kurs pikture, kudo, sepse ndihmon në atë botë kuptimin e fëmijëve. Sidomos në këtë periudhë tani kur teknologjia bën atë të vetën, normalisht i disiplinon, i orienton. Të kesh një instrument, më bëri përshtypje e reja që pak ku më tha që erdha në shkolla dhe gjeta violoncelin, e konsideroj si një shok. Jo si një kështu, po se e konsideroj si një shok, jo si një instrument që e gjeta, po si një shok. Të gjithë fëmijët do të kenë të qasi, që të gjenë një shok të instrumenti që ata dëshirojnë të... Duke zëndësuar me shokun që shoqëron shumicën e fëmijëve tanë tabletin. Do të bëjmë gati për performancën, kemi një pjesë nga Noel dhe Rea, bëjmë gati e Noel, ndërkohë pjesë e programit për ta ndërthurur pak dhe për të dalë pak nga forma klasike e tij, keni ftuar dhe grupin tradicional të Rëshenit, apo jo? Kemi një bashkëpunim me një shkollat 9 vjeçare të Rëshenit, një grup tradicional që ata përfënojmë në Çifteli, pa dashur të bëj të zbuloj pjesë e programit të koncertit. Kam një falënderim të veçantë për profesorin e tyre, profesor Pashk Filopati, që me gjithë dashamirësinë e tij ishte shumë bashkëpunues në këtë pjesë dhe patjetër që do ishte pjesë e këtij programi. Po të bëjë një ndërthurje të muzikës tradicionale, të muzikës botërore, që edhe nxënësit e shkollës tuaj të njohin dhe të patjetër të shkëmbejnë eksperiencat e tyre. Bukur fort. Mirë, shumë suksese. Data 10 mars në Teatrin e Operës dhe Baletit, në cilën orë që të jemi të gjithë aty? Në Teatrin dhe Baletit në orën 19. Po, Rea është hapur për të gjithë kush dëshiron të ndjeki këta fëmijë të talentuar. Rea dhe Noel performojnë. Uroj shumë suksese në orientimin që keni zgjedhur për të vazhduar me shkollimin tuaj dhe mos harroni në datën 10 mars në Teatrin e Operës dhe Baletit për t'i mbështetur këta fëmijë të talentuar. Suksese edhe një herë, faleminderit. Mirupafshim, kalofshi bukur.